Ka përfunduar një ditë më parë etapa e 4 të rrethit të 82 ciklistik të vendit në itinerarin Vlorë, Kuç, Qeparohi, Mar, Vlorë gjatë 153 kilometra. Një nga garat më të vështira dhe më të bukura të Klituri, i cili nisi rreth orës 12 nga zona e Lungomares dhe përfundoi rreth orës 16. I pari në finish ka mbritur anglezi Callum Macleod, që arriti në finish pas një rivaliteti të fortë deri në fund. Ndërkohë rrethi ciklistik kryesohet tashmë në total nga holandezi Tom Kokmans. Në fund të garës fituesi është shprehur i kënaqur me arritjen në finish në një garë që ka cilësuar mjaft të vështirë por dhe shumë të bukur. It was a really hard stage. So shumë e vështirë si etapë. But yeah, when you win, the pain is all it feels like nothing anymore. Por fitoria i zëron të gjitha vështirësitë që kalove, me fitore ndjen shumë mirë. What was different from the other stages on this one? There was more mountains, so for me it's much better. Është një etapë që ka malore, ndryshe nga të tjerat, edhe ishte pothuajse etapa nga etapat më të vështira. But he comments that it was also the most beautiful one. Yes, it was the most beautiful stage so far. I really enjoyed the mountains, and it was amazing the whole route. Ishte etapa me pamjen më të bukur nga të tjerat. Edhe vërtet më pëlqeu pamja që kaloi kjo etapë. Ndërkohë presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Sanxhaku ka vlerësuar garën, por dhe zhvillimin e këtij aktiviteti në qytetin e Vlorës. Në Vlorës, për këtë lloj aktiviteti, për këtë lloj organizimi, shefin e klubit Shumë Sport, të falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit për mbështetjen që na ka bërë, Komitetin Olimpik që kemi partner. Po këtu në Vlorë unë nuk do lë pa përmendur një njeri që ngriti ciklizmin, mbasi nga koha e regjimit u largua për Lat Zakën dhe do kisha dëshirë që të ishte, ta falenderoj se ai arriti ta bëjë Vlorën duke filluar nga Bestil Banushi, nga Aldo e shumë tjerë, mos flasim për Zakon Leskajn e Muharram Mametin që ka qenë një kampion, që ka përflashuar edhe klubin e Partizanit, po dhe ekipin kombëtar. Dhe qershia me këto për mua është policia e shtetit, dhe ta falenderoj policinë e Vlorës, Qarkun, që nga polici më i thjeshtë deri ke drejtori i policisë. Rrethi 82 ciklistik do të mbyllet ditën e premte, pikërisht më 30 maj, me etapën e fundit Vlorë-Fier-Lushnjë-Fier.